Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 26, muaj është i 4, viti 2026. Është e diel, pra ditë e fundit e vikendit. Nesër është ditë e parë e punës. Dhe, kush tha se është ditë e parë? Bilali sot ka punuar gjithë ditën. Unë bytë të lavdru në për atë që quhet Facebookun e vetë, që herë e përdor si Facebook zyrtar, herë e përdor si Facebook personal. Por, mbi të gjitha, në njerë kur e tepron, dalish edhe vetë qesharak. Ka dalë sot atje dikun në hyrje të Tetovës, në afërsi të Shtulit, të shkolla e mesme. Në Tetov njihet si bujqësorja, tash nuk e di si e ka emrin, por, dhe aty përpara gjenden disa, unë dhe them kështu, oaza, disa gjëra mjaft interesante që kanë mbetur me truall dhe i pas kanë shtruar sot edhe Bilal Kasami pas ka marrë hiset që bëj Argati. Kuptohet, për cilë kjo me PR. Dhe arritje dhe deputeti i zonës, Adnan Azizi. Kur erdhë Adnan Azizi, dishte se punët e përfundojnë. Pra, çdo punë që fillon Adnan Azizi e përfundon. Por, vërtet është shumë qesharake. Duke sikur grika e Hormuzit, kanali Hormuzit e pjesë ati. Bilal, futjeve një tatim aty, kush do që të kaloj ty për të shkolla e mesme bujqësore apo del, sepse është pak interesant e i vend aty, ose bëni lokale këtë për para, epi me qirave, pse jo. Por, kjo është për ta mbuluar. Unë e them si Mesut Shabani, po si vjen bare dale 5 vite kryetar komune, tash e pas ka pa dhe lavdron. Fal, ja si ka qenë dikur, po ti je që 5 vite pushtet. A nuk e pa e? Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Dhe, jetojmë në një shtet i cili ka emrin Maqedoni e Veriut, ku ende veturat e viteve 2001 deri në 2010 shiten 3.500-5.000 euro. Dini sa shiten këto në Bashkimin Evropian? 500 euro, maksimumi 1.000 euro. Dhe, anë hajtë se po shiten, po për në dalën edhe me mashtrime me kilometrajin, nuk më besoni, ja dëgjoni. Nëse plini një vetur dhe pastaj kuptoni që i ka kilometrat e kthyera, denonconi direkt në polici tregtarët, porosisin nga Ministria e Brendshme. Autoritetet thonë se qendra vepra mashtrimi regjistruan çdo vit, ndërsa në 3 mujorin e parë të këtij viti janë bërë 10 denoncime nga qytetarët për mashtrim. Ka raste të tregtarëve individual dhe të kompanive që sjellin makina të përdorura nga jashtështetit dhe u ulin kilometrat me qëllim të shitjes me një çmim më të lartë. Në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 326 vepra penale mashtrim, për të cilat janë denoncuar 243 autor, ndërsa në periudhën janar-mars 2026 janë regjistruar 96 vepra penale për mashtrim, për të cilat janë denoncuar 101 autor. Në sistemin tonë operativ nuk janë të ndara në kategorinë e mashtrimit për tregtarët e automjeteve që manipulojnë me kthimin e kilometrave, por nga këto shifrat e lartë përmendura ka një numër të konsiderueshëm të denoncimeve për mashtrime. Nga drejtoria e doganave thonë se në procesin e zhdoganimit një automjet gjatë homologimit duhet të identifikohet me kilometrat reale dhe nëse janë të manipuluara të konfiskohet ai automjet. Zëvendës drejtori Dauguti u bën thirrje të Okej. Pra, jetojmë në një shtet mashtrues, të cilët edhe korridorin 8 do na shesin për skrap. Por, unë do kisha shtruar edhe një pyetje tjetër. Ka dalë sot Nikolovski, i cili vend nuk e zën. Interesant. Unë kur s'kam parë një politikan aq naif dhe aq, të thojnë aplla, pra që del hapur kundër shqiptarëve. Interesant. Autostrada Tetov-Shkup. Do e lëm autostradën nuk do e lëm, po do e lëm tash në këtë temë nga qafthana e këndej. Krit gropa. Kokë denari nuk jep aty. Isha në një seminar gazetarës ki vetën shqiptar për fat të keq në Shtip për një muaj Fondacioni Konrad Adenauer dhe shoqata e gazetarëve maqedonisë organizuan
Okej, mësova disa gjëra dhe biseduam shumë çka se si do zhvillohet Maqedonia në të ardhmen, nuk i shkruhet mirë. E vetmja propagandë që po i bëheshte edhe atje dhe këtu ishte se do shkoj në prorektorat. Hajde inshallah. Për shkak se nuk din të udhëheqjen as vëmëro as vlet. Dhe ka dalë Nikolovski dhe thotë sot. Dhe hiç nuk skuqet as pak. Do blihen të paktën 5 lokomotiva të reja, linja e parë e trenit urban në funksion nga 1 shtatori. Hajde vënë në funksion, ti ministri i transportit, vënë në funksion linjën Shkup, Tetov, Gostivar, Kërshov. Vënë. Se pas ka mbetur Shkupit ta bëjnë, ata kur i hoqën, ky ka qenë i ri ose s'ka qenë i lindër fare, viteve të 70-ta. Kryqev, kemi provë autobusat e pare, lodra, okej. Nuk është okej për me. Pra, vazhdon Nikolovski në atë urrëtie që nuk mund ta fshë. Asnjë investim në Maqedoninë Perëndimore, se përket transportit. Asnjë investim. Ama asnjë, dini çfarë asnjë. Dhe nuk skuqet. Nuk skuqet. Nuk di të tashese, nuk di të tashese. Por ka të tjerë nga vlen që nuk di të tashese. Ka dalë dje zëvendës kryeministri i cili duhet skuqet. Bekim Sali thot, kemi marrëveshje me sistematizimin e MPB, rritet niveli i përfaqësimit të shqiptar. Okej. Dhe lëm të fole, dhe pastaj unë, jo dini se mbahemi i mençur. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali në një deklaratë për Alsat thekson se është arritur marrëveshje që me sistematizimin e ri në Ministrinë e Punëve të Brendshme të rritet niveli i përfaqësimit të shqiptarëve. Sipas tij, përfaqësimi që dikur ishte 10%, me sistematizimin e ri që duhet të fillojë më një korrik, do të jetë më i konsiderueshëm. Natyrisht do të ketë reduktim të pozitave në përgjithësi në gjithë territorin, në gjitha nivelet. Mirë, po përfaqësimi për hir të vërtetës është arrit një marrëveshje e cila është në favor të shqiptarëve brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe përfaqësimi i cili në të kaluarën ka qenë diku rreth 10%, 10.5%, tani veç ma kemi arrit numër shumë më të lartë dhe më të konsiderueshëm të përfaqësimit. Salit, Por nuk e thot cili është ai numër. A keni parë ju diku ndonjë logjik të këtill? Aty në të djath nga ajo që shikohet në video është Bilal Baba Kasami, ndërsa në të majtë të tij është Izet Mexhiti Aga i Çajirit. Dhe Izeti sigur është me dyshime, luhat kokën dhe i buzëqesh, ndërsa Bilali rri shumë serioz. Dini sa serioz sa Bilali. Deri në katin e 4, prej katit 4, 5 nalt, shumë serioz është. Shumë serioz. Okej, nuk është okej për të vazhduar. thot se brenda MPB-s ka pasur grup pune, ndërsa Vlen ka punuar në mënyrë aktive që të garantojë që stacioni policor në Dibër. Okej, nuk është okej, por vërtet kjo është tepër. Çka është tepër? Nuk ka mbarë Bekim. Nuk ka mbarë. Dhe nuk e di pse del. Atëherë, kur thash se unë mbahemi me që ja. Deklarata e Bekim Sali për rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme ngjallin më shumë pyetje se sa japin përgjigje. Në një kohë kur paralajmërohen shkurtime, jo shtim, sistematizimi atë në kupton. Rreth 38% të pozitive drejtuese dhe riorganizimi i brendshëm lind dilema thelbësore. Si mund të rritet përfaqësimi kur vetë sistemi po zoglohet? A kemi të bëjmë me një reformë reale apo me një riformulim politik të shifrave? Logjika e sistematizimit, në kupton, më pak vende pune o Bekim dhe strukturë më të ngjeshme. Megjithatë, rritja e përfaqësimit mund të interpretohet përmes përqindjes dhe jo domosdoshmërisht përmes numrit real të mësuar. Kjo do të thotë edhe nëse numri total i punonjësve bie, përqindja shqiptare mund të rritet nëse rishpërndarja bëhet në mënyrë selektive. Por këtu qëndron edhe dilema kryesore, është kjo rritje substanciale apo vetëm statistikore? Nëse shqiptarët përfitojnë kryesisht pozita të reja ose avancime në nivele më të larta, atëherë mund të flitet për përfaqësim më cilësor. Në të kundërtën, nëse kemi vetëm një rritje simbolike të përqindjes pa ndikim real në vendimmarrje, atëherë kjo mbetet një lojë me numra. Nga ana tjetër, deklarata e Panço Toshkovskit se pozitat nuk janë të rezervuara mbi bazë etnike, por mbi profesionalizëm, e komplikojnë edhe më shumë narrativën. Kjo krijon një dualitet të qartë, një diskurs politik për meritokraci dhe një realitet politik ku përfaqësimi etnik mbetet temë negociimi.
Në fund gjithçka do varet nga zbatimi konkret i këtij sistematizimi. Nëse ndryshimet sjellin përfshirje reale dhe ndikim më të madh të shqiptarëve në strukturat vendimmarrëse, atëherë kjo mund të konsiderohet si hap përpara. Por nëse mbetet vetëm një rritje e përqindjeve në letër pa reflektim në pushtet dhe përgjegjësi, atëherë deklaratat për rritje të përfaqësimit do të mbeten thjesht retorikë politike. Dhe Bekir Sali duhet dhënë sqarime lingvistike dhe juridike për termin sistematizim, jo si mjek. Me fjalë më të thjeshta o bekim, sistematizimi është plani i brendshëm që tregon sa vende pune ka një institucion, çfarë pozita ekzistojnë, çfarë detyrash ka secila pozitë dhe kush mund të punësohet dhe me çfarë kriterësh. Okej, për më tepër bekim e ke te telegrami.mk. Mërë bekim. Për atë, mos u ngutni në deklarata se pushteti kalon. Pushteti kalon. Çfarë dëgjojmë sot për PPD-n, çfarë mos? Çfarë dëgjojmë sot për BDI-n, çfarë mos? Atëherë do dëgjojmë edhe për ju, bile edhe jo çfarë mos, po mos çfarë se. Okej, nuk është okej, unë vazhdoj më tej. Kot te kot muhabet. Dhe. Ka dalë ministri për Evropë dhe i punët jashtë shtetit shqiptar me një reagim sot lidhur me një deklaratë që ja kanë montuar sipas tij lidhur me një thyrje që pas ka bërë gjojse shqiptarëve në Maqedoni. Feriti nuk është aq naif të thotë një gjë të tillë, por se ka tulli far montazhe tash edhe me inteligjencën artificiale dhe me shumë shka është mos e vërtet. Pra, pas Nikoloskit, i cili vërtet, unë nuk kom pa politikan bërës Maqedonas deri tash që nuk di ta fsheh, ki nuk di ta fsheh. Listëmia kishte kopila. Edhe vlen është kundër politikanëve të qeverisë Rama. Politika me screenshot nuk është diplomaci. Në bahami mençëm dhe. Kur nuk e çfarë të thuash shqiptarëve për problemet reale, shpik kriza në WhatsApp. Kjo është pikërisht ajo që ndodh me një pjesë të përfaqësuesve të vlen të cilët po përpiqen të shesin si skandal diplomatik disa mesazhe të pretenduara të pa verifikuara të përdorura për konsum të brendshëm politik. Përgjigjja e Ferit Hoxhës, ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë është një shuplak e qartë për këtë logjik. Politika e jashtme, ai thotë, nuk bëhet me WhatsApp, është mos e vërtet. Nga Velesit Trumpin e rrëzuan disa të ri. Okej. Unë jam me Trumpin dhe vazhdoj të mbetem me Trumpin. Nuk e ndroj. Por, ka pëlqyer sot një deklaratë e dhënë dikujt e cila thotë kështu. Izraeli do e mbroj Arabinë Saudite nga fashizmi shiit islamik. Okej, nuk është okej. Pra, mjaft më me skenime o vlen. Ska alas është bërë muaj, brenda këtij muaj, kur Nikoloski në parlament unë gjitë fit për fiti për kot muhabet, ama kot kaskush nuk e provokoi, vetëm që të fliste për tema të tjera, se nuk ka investime kapitale të infrastrukturës në Pollok, ai doli dhe tha, miku im, Ilir Meta është i burgosur i fundit politike, kështu. Okej, nuk është okej, por okej, sepse kush na e thot, na kishte ndonjë më i zgjuar, hajde. Shifni sa është 100 kg e tepër. Dhe nuk hyn ato se pas ka qenë student i mirë, kur tregoj se çfarë studenti pas ka qenë, tregoj Levica. Tirana zyrtare, pra nuk flet me screenshot o vlen, nuk ndërton qëndrime me thashëthëme dhe nuk merret me teatrin e rrjeteve sociale. Pra edhe një gjë. Nuk është më se e vërtet se BDI, e cila tash mundohet që ta shfrytëzoj situatën, si të pojnë politikë si gjëja se është shqiptare. Pra, shteti shqiptar, nuk është pronë e partive politike të Maqedonisë së Veriut, as e Vlenit, as e BDI-s. Por, Vleni është i shtyrë nga vëmëroja të defokusoj për problemet reale politike e ekonomike të shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në diskursin politik në Maqedoninë e Veriut, shpesh krijohet përshtypja sikur përfaqësimi i shqiptarëve është i kufizuar në disa subjekte politike, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Vlen. Mund të kenë qëndrime dhe reagime të ndryshme, por asnjëra nuk ka të drejtë të trajtojë shtetin amë të shqiptarëve të tjerë apo përfaqësimin shqiptar si pronë ekskluzive politike të tyre. Shteti ju përket qytetarëve, jo partive, edhe këtu edhe në Shqipëri. BDI le të reagoj sa të doj, Vleni le të përdhoset,
por ta kuptoj një herë mirë, shteti shqiptar në Maqedoni nuk është pronë partia as e BDI-s as e Vlenit. Shteti shqiptar ka të drejtë me kushtetut në 98 të përkujdeset për shqiptarët jashtë atë. Mjaft më me këtë mentalitet monopolistë sigur, shqiptarët janë elektorat privat që përdoret sipas juve. Këtë e keq përdori më herët edhe Ali Ahmeti me Thacin, me gjitha qeveritë tjera të Kosovës derisa erdhi Albin Kurti. Tash Albin Kurti pa një ditë të ri, vit të ri në Maqedoni dhe të shohë çfarë vuajnë shqiptarët dhe çfarë hjekin në Maqedoni. Nga politikë vërsi shqiptar reketohen e kështu me radhë. Mjaft me këtë mentalitet monopolist. Sigur shqiptarët janë pronë private, elektorat privat. Kushdo që pretendon se flet në emër të gjithë shqiptarëve, në fakt po flet vetëm për interesat e veta. Ko është të kuptohet qartë, shteti u përket qytetarëve shqiptar, jo partive politike edhe në Shqipëri. Monopoli mbi përfaqësinë politike është rrezikshëm dhe i dëmshëm për vetë shqiptarët. Unë do kisha thënë, Rama e ka monopolizuar, mos e vërtet është. Po se ka gjetur një lol atje të Partisë Demokratike është çështje tjetër. Dhe ai punon për interesat e Ramës. Edhe këtu, Vleni punon për interesat e VMRO-s. BDI-a punonte për interesat edhe të VMRO-s edhe të LSDM-s. S'na vetë asgjë tjetër që ta presim atë që flasin edhe ndërkombëtarët edhe vetë maqedonasit dhe për shumë debate televizive për një prorektorat. Nuk din të udhëheqin shtetin. Asnjëra parë. Asnjëra parë. Nuk është, por unë edhe pak të ndalem të Bilal Kasami. E dini pse? Sepse Bilali është duke keq përdorur pozitën e tij si kryetar komunë. Është duke keq përdorur. Sa përket sa më herë, tek pritet që nesër pra, të shohim se çfarë do reagoj. Tek qytetarët do reagojnë. Tek. Sepse nëse ata tash të cilët paguajnë 630 denar, ose 690 denar, të shohim sa janë shqiptarë, sa janë maqedonatë që paguajnë 630. A dini se ka nga bloku tjetër, por ka edhe nga bloku jon, që paguajnë edhe 100 denar, që rinë për banesa. Atëherë, o dhe bëjmë për të gjithë njësoj, harxhohet për 2 veta 3, sepse bërllokët dhe ujin, njerëzit i harxhojnë. Nuk ka njerëz në për shtëpi, jo shtëpia nuk i harxhon as ujin as bërllokët. Është e papa, vinsata. E jamati sa hudhin njerëzit, sa veta janë në një shtëpi. 2-3 maksimum, a paguajmë 10, ndërsa ka që rinë për banesa dhe paguajnë 100 denar. Unë i kam këtu afër në gjithas me mu, paguajnë 100 denar. Edhe nga bloku maqedonas edhe nga bloku shqiptar. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, Bilali tek do të jep llogari dhe ka shanse që ta përfundoj mandatin më herët se sa që duhet. Jo nga unë, jo. Sepse ka shkelur shumë drasa të kalur. Pa marrë parasysh se po mundohet edhe Miftinia t'i ndihmojë në shumë çka. Nuk shkon. Njerëzit nuk kanë barë. Miftinia aty ka vend edhe për prokurorin. Por dikush nuk do të që të prek në raportet fetare, njësë edhe të bloku Maqedonas është. Nuk është okej. Pra, Maqedonia, po së shqiptarët në Maqedoni për momentin janë në një situatë shumë të rëndë. Nuk i besohet as Ali Ahmetit, nuk i besohet as Vlenit. Okej, këtu përfund të një përshëndes, po të ndalem edhe pak më falni për atë që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk them se brengasi, por unë e dua Trumpin shumë e dua. Vetëm për një gjë. I the krit rregullat e politikë bërjes. Krit rregullat. Pati të shtënë në darkën e presidentit me gazetarët e Shtëpisë së Bardhë, ka reaguar për herë të parë Donald Trump dhe ka thënë: "Do e bëj, edhe një darkë tjetër tha, do e bëj." Dhe nesër e pret mbretin anglez, pa marrë parasysh gjitha këto. Ishte një mbrëmje pazakonisht Shërbimi sekret dhe forcat e rrethë bën një punë fantastike, tha Trump. Nuk e kam mika më për pak kështu thënë. Vepruan shpejt dhe me guxim. Autori të shtënë është arrestuar dhe unë kam rekomenduar që shfaqja të vazhdoj, por do të udhëhiqen plotësisht nga forcat e rrethë. Ato do të marrin një vendim së shpejti, shkruan Trump. Sipas presidentit, pavarësisht atij vendimi, mbrëmja do të jetë shumë ndryshe nga sa ishte planikuar dhe thjesht do duhet të organizojmë përsëri. Okej. Është okej, unë këtu e përshëndes pra. Mos u mërzitni, jo. Trumpi e di se çka punohet. E di. U bë gjithë këtë lodhi rreth Hormozit, Grikës dhe diku tjetër veç nuk ka plasur lufta në Kim. Këtu e përshëndes
Dëgjoni Mesut Shabani. Pa ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani.